Partia Demokratike denoncoi rastin e një qytetari të Somoçi prej vitesh sipas Elis Blu po endet në institucione dhe që nuk po merr dot pagesën e invaliditetit që i takon. Arben Kalemaj, sipas zëdhënëses së Departamentit Antikorrupsionit Genta Vangjeli, po përballet me një padrejtësi flagrante nga shteti. Bazuar në diagnozën, trajtimi mjekësor dhe pasojat funksionale të evidentuara edhe pas rehabilitimit multidisiplinar, shërbimi kardiokirurgjisë në QSOMT, në 9 maj 2022 ka referuar rastin e tij në Komisionin Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë për vlerësimin e drejtës të përfitimit të ndihmës ekonomike për invaliditet. Në 5 tetor po të njëjtit vit, ky komision ka konfirmuar se zoti Kalemaj plotson kushtet ligjore për përfituar të ardhura si invalid. Megjithatë, pavarësisht dorëzimit të gjithë dokumentacionit të kërkuar, zoti Kalemaj denoncon se deri sot nuk ka përfituar asnjë pagesë, duke u strollatur me vite të tëra në dyert e institucioneve shtetërore pa asnjë rezultat konkret. Partia Demokratike akuzon kryeministrin Rama se qeveria e tij nuk po i shërben qytetarëve.